Ora 16:53 minuta, shpranuar informata që është duke një zjarr në qendrën tregtore këtu. Ekipet kanë reaguar me njëherë, për fatin e mirë edhe pse komunikacioni ka qenë shumë i dendur këtë kohë, që shedin ana që bëhet, megjithatë ka reaguar shumë shpejt, kanë mërri dhe zjarri siç po shihet edhe mbrapa neve, është kjo pjesa vetëm e mbulumja që është, si me thon, parahymje për në qendrën tregtore, që është plexiglas ose si plastike përzime. Prej momenti që kanë arrit zjarr fiksat aty, ku kanë zjarrit që aty është lokalizu dhe nuk ka pas mundësi mu shpërdor më tukje. Pra është një sukses e jashtëzakonshëm se këtu shihet që ka mujt me kalu edhe në banesa, po mu shpërdor edhe në krejt kulmin e qendrës tregtore. Aktualisht na jena në fazën e përfundimit, por për të siguruar mirë, sepse siç e thash edhe më herët, ky është një material që din mu mshej vend në vend, na duhet tërësisht me kontrollu që mos me lanë asgjë që mu shfaq prapë. Po duhet ta eliminojmë tërësisht, por aktualisht nuk ka asnjë rrezik. Po shumë herët flitet për arsyet. Policia këtu hetuesit janë këto. Kemi ftuar edhe hetuesin për hetimin e zjarreve, i cili është duke ardhur, i cili do të fillojë dhe do të bëj hetimin. Pra po them, është në fazën e hershme shumë të hetimeve të përcaktohet shkaku. Për fatin mirë nuk kemi pas dëme të mëdha materiale, por as dëme në njerëz nuk ka pas rëndum, marr parasysh frekventimin e qytetarëve në këtë hapësirë. Pra po them, hetuesit janë duke kry hetimet. Forenzika është këto, gjithë ekipet janë këto dhe do dalim me shkakun e zjarrit shumë shpejt mbasi se të kryen hetimet.